Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër arrestuan shtetasen LP, 44 vjeç, banuese në Shkodër, pasi ka goditur punonjësen e policisë bashkiake, shtetasen AD, 39 vjeçe, për shkak të detyrës. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit AH, 42 vjeç, banues në Shkodër, pasi ka kanosur shtetasin NT, 33 vjeç, në detyrë specialist strehimi pranë Bashkisë Shkodër për shkak të detyrës. ÇD, 61 vjeç, pasi u konstatua se kishte kryer punimin ndërtimi pa leje. AL, 36 vjeç, banues në Shkodër, pasi ka bërë kazim shtetësja FL, 30 vjeçe, se ky shtetas e ka ofenduar dhe nuk ka zbatuar vendimin e gjykatës, pasi është e pajisur me urdhër mbrojtjeje. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin NL, 41 vjeç, banues në fshatin Nënshat, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit SHP, 65 vjeç, banues në fshatin Kuç, dhe MM, 67 vjeç, banues në fshatin Shelqet, pasi u kapën duke drejtuar motomjetet pa leje drejtimi. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.